S'ka dyshim se të gjitha falenderimet për uljet, bindjet në nështrimet, janë vetëm për Allahun e lartë madhëruar, Allahun e gjithë pushtetshëm, Allahun që ka krijuar gjithçka, Allahun që është pa fillim dhe pa mbarim. Atë e falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut, për çdo të keqe që veprojmë me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu në këtë rrugë madhështore, kaq fisnike, nuk mundet askush që ta privojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush që ta drejtojë dhe orientojë për në rrugën e drejtë. Vërtetojmë dhe dëshmojmë me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe vërtetojmë dhe dëshmojmë se Muhamedi i biri i Abdullahut është rob dhe i dërguar i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të përzemërta i dërgojmë më të mirë e krijesave. Allahumme salli ala Muhammed. Dhe sot është ditë e xuma, është shumë e preferuar që të shtohet salavati mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se vetë i dërguar i Zotit ka thënë, kush bie një herë salavat për mua, pra kush thot një herë Allahumme salli ala Muhammed, Allahu thot 10 herë për te. Paqet e tjera qofshin edhe mbi familjen e tij të nderuar, ehli bejtin, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar na tregon në librin e tij fisnik, ku na e cilëson se si ne duhet të jetojmë dhe si do ta kalojmë jetën e kësaj bote, ku thot: o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu të friksojeni, dhe mos t'ju gjej vdekja pra besoj duke qenë në fenë e vërtet, në fenë islame. Të nderuar vëllezër dhe motra, besoj se mbani mend dhe jeni koshient që në ligjëratat e mparshme, në hutbet e kaluara, kemi përmendur të drejtat ndaj njëri tjetrit, kemi përmendur të drejtat ndaj prindërve, kemi përmendur të drejtat që duhet kemi ndaj farefisit, pra ti mbajmë lidhjet farefisnore, dhe sot s'ka dyshim se është radha të flasim për një të drejtë, për një hak që ka shumë rëndësi, dhe jam shumë i bindur që shumica prej nesh e ka lënë pas dore ose nuk i jep rëndësi, dhe është haku rreth komshiut, fqinjit, po, trajtimi të hakut të komshiut, ta dini se i jepet rëndësi e veçantë në Islam. Allahu i lartë madhëruar thot në librin e tij fisnik, surën Nisae, ajeti 36: Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, wa bil walidayni ihsana, wa dhil qurba wal yatama wal masakin, wa jari dhil qurba wa jaril junubi wa sahibi bil janbi wa ibn as-sabil, wa ma malakat aymanukum, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Që do të thot, adhurojeni Allahun azza wa jall dhe mos i bëni atij shirk, asgjë. Pra mos adhuroni tjetër përveç Allahut, dhe silluni mirë ndaj prindërve, të afërme, jetimve, të varfërve, fqinjit të afërt dhe fqinjit të largët. Allahu është urdhë nga i gjithë pushtetshmi. Pra komshiu të afërt dhe komshiu të largët, gruas, shokut, kurbetqarit, punëtorëve tuaj dhe gjësë gjallë. Pra edhe ndaj gjësë gjallë silluni mirë, thot Allahu xhele xhelalu, baktive që i keni. Se me të vërtet Allahu nuk i do ata që u ka hyrë vetja në qef dhe mburren. Zot na ruaj. Komshiu ka të drejta më shumë se sa përfshin vllazëria muslimane. Po. Komshiu musliman ka hakun dhe të drejtat që i ka muslimani, dhe shtesë kësaj ka dhe hakun e fqinjësisë.
sepse e drejta dhe shenjtëria e fëqinjit e komshiut ka qenë madhështore edhe në ignorancën para islame, po edhe në islam. Djetari i madh Ibn Kudame, Allahu e mëshiroft, ka thënë: nuk është e drejta dhe haku i fëqinjësisë vetëm të mos e dëmtosh fëqinjin, por e ta durosh dëmin dhe lëndimin e tij. Pra nuk është e drejta vetëm mos t'i bësh dëm fëqinjit, por e ta durosh kur ai të bën dëm ose të lëndon. Gjithashtu haku dhe e drejta e fëqinjësisë është butësia që duhet të kemi ndaj komshiut. Ti fillosh atij të mirat ndaj tij, pra ti bësh mirë, ta përshëndesësh me selam i pari, të mos e zgjasësh muhabetin aj sa ta bezdisësh, ti shkosh ta vizitosh kur të sëmuret, ta ngushëllosh kur ka kaluar ndonjë fatkeqësi, ta urosh kur ka gëzime, ta falësh kur gabon, të mos shkosh e të mbikëqyrësh shtëpinë e tij. Tinz. Edhe mos ta bezdisësh duke vendosur drunj në hapësirën e tij, ndërsa në kohën tonë vlen mos ja parko makinën para derës tij, apo te vendi parkimit të tij, apo t'ja zësh rrugën, apo t'ja pengosh vijën e ujit, apo t'i hedhësh dheun dhe mbeturinat në oborin e tij, apo duke ndjekur atë me shikim se çfarë po mbart në shtëpi ai, çfarë po fut në shtëpi apo çfarë po nxjerr nga shtëpia, t'ja mbulosh e t'ja fshehesh, ndonjë të fshet të heshtësh ndaj të fshetës që ka ai, të mos ta dëgjosh dhe përgjose çfarë flet në shtëpinë e tij, ta ulësh shikimin para antarëve, sidomos antarëve femrat familjes së tij, dhe të vëresh me kujdes nevojat që ka kur kryetari i familjes nuk ndodhet në shtëpi apo është në udhtim. Dietarët thonë që duhet të sillesh edhe mirë me fëmijët e fëqinjit dhe t'i këshillosh në mënyrën e duhur të butë, e t'u mësosh gjërat që nuk i din në fen tonë të dashur. Sjellja e mirë ndaj fëqinjit mund të vinë në disa raste me kuptimin e ngushëllimit, në disa raste me kuptimin e bashkëjetesës së mirë me të, në disa raste me kuptimin e mos lëndimit të tij, apo mos bërjes pa drejtësi ndaj tij, dhe në disa raste edhe me kuptimin e mbrojtjes dhe ta mbrosh dhe ta ndihmosh, t'japësh ndihmë atij. Por kush konsiderohet komshi e fëqinj? El Hafidh ibn Hajar El Asqalani, Allah më mëshiroft, në librin e tij të famshëm Fethul Bari thot, emërtimi i fëqinj, pra, quhet fëqinj komshi, edhe muslimani, edhe jo muslimani, edhe i devotshmi, edhe gjunafqari i madh, edhe shoku dhe armiku, edhe huaj dhe vendasi, ata prej cilit ke dobi dhe ata prej cilit ke dëm, kushuri dhe i huaj, i afër në distancë dhe i largët. Pra, shto si thot ky dietar i madh i Islamit. Të gjithë këto kategori që përmendëm konsiderohet fëqinj dhe ka të drejtat që i përmendëm dhe t'i përmendim në vazhdim. Po kush konsiderohet fëqinj i afërt dhe i largët? Ai i cili përmendet në ajetin që e cekëm pak më parë. Fëqinj i afërt konsiderohet kur ka afërsi gjaku me të. Pra, është farefis, po e ka dhe fëqinj. Ai quhet fëqinj i afërt. Derisa fëqinji i largët është e kundërta, sepse ky është mendimi i shumicës. Gjithashtu ka thënë ky dietar i madh, fëqinji i afërt është muslimani, ndërsa fëqinji i largët konsiderohen të tjerët, pra jo muslimanët. Por deri në çfarë largësie në shtëpi konsiderohet komshi. Dietarët kanë dhënë mendime nga më të ndryshmet dhe prej tyre është Ibn Wahbi nga Yunusi dhe ky nga Ibn Shihabi, se ka thënë
40 shtëpi nga e djatha, 40 shtëpi nga e majta, 40 nga pas dhe 40 nga mbrapa. Pra konsiderohen fqinj. Por cilët janë gradat e fqinjësisë, të nderuar vëllezër dhe motra? Fqinji, ta dini, ka disa grada më të larta se të tjerat. Gradën më të lartë e ka i cili janë mbledhur cilësitë e para të sipërme që i përmendëm ne, që është muslimani i devotshëm, shok e tjerë. E kundërta, grada më ulët, kur mblidhen tek një person cilësitë e tjera, pra është jo musliman, gjunafqar, i madh, armik, por se gjithse cilit jepet grada dhe haku siç i takon gradës tij. Nëna e besimtarve, Aisha radiallahu anha, e ka pyetur të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, se o i dërguari Allahut, i kam 2 komshinj, cilës palë t'i dhuroj, diçka që i kam dashur t'ia dhuroj. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i tha, dhuroja atij që e ke më afër në derë. Ndërsa do t'i sjellim disa hadithe të sakta nga pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me hakun që duhet kemi ndaj komshinëve, nderuar vëllezër dhe motra. Pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam thot: sillu mirë me komshiun që ti jesh musliman. Pra sillu mirë me komshiun që ti jesh musliman. Transmetohet përsëri nga Muslimi se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pasha ata në dorën e cilit është shpirti im, nuk beson plotësisht njeriu derisa të dojë për komshiun e tij atë që do dëshironte për veten e tij. Ndërsa një hadith tjetër ka thënë, verejni me kujdes dhe dëgjojini këto hadithe, të nderuar vëllezër dhe motra, se janë shumë të rëndësishme. Në një hadith tjetër ka thënë i dërguari i Zotit, 3 kategori njerëzish i do Allahu, dhe prej tyre përmendi një, pra njeriu të cilin e lëndon komshiu dhe ai bën sabër dhe duron. Njëherë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Ebu Dherr el-Gifarit radiallahu anhu: o Ebu Dherr, kur të gatuash ushqim gjell, shtoj ujë asaj, që të dalë sasi më e madhe, dhe shiko gjendjen e komshinëve. Nëse nuk kanë çfarë të hanë, jepu atyre një pjesë nga ushqimi që gatove. Ndërsa një hadith tjetër ka thënë i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besuar plotësisht ai i cili ngopet e komshiu ngjitur me të e uritur. Pra nuk e ka besimin e plot. Nuk e ka besimin e plot. Ai i cili fle me barkun plot dhe komshiu i tij fle me barkun bosh. Kështu e trajton pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa dietari jon i madh, Allahu e mëshirof, Sheikh Albani, ka thënë në lidhje me këtë hadith. Në këtë hadith ka thënë Sheikhu i nderuar, argumenti i qartë është se është ndaluar për komshiun e pasur t'i lërë komshinët e tjerë të uritur. E ka detyrë që t'ju japi atyre për të ngrënë, ajsa ta heqin urin, dhe ka për detyrë t'ju jap atyre rroba që të vishen nëse s'kan. Por kush është komshiu i mirë, nderuar vëllezër dhe motra? Kush më mirë se i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam na e sqaron këtë gjë? Ka thënë pejgamberi i Zotit alayhi salatu wassalam, shoku më i mirë tek Allahu është ai i cili është më i miri për shokët e tij. Komshiu më i mirë tek Allahu është ai i cili është më i mirë për komshinët e tij. Komshiu i mirë, nëse elhamdulillah të rastësisë, pra bëhet pjesë dhe ti e ke komshiun e mirë, është shkak prej shkaqeve të lumturisë, sepse kështu ka thënë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë 4 gjëra janë prej lumturisë te njeriu. Pra nëse ato gjëra gjenden tek ai njeri. E para është gruaja e mirë, e devotshme, besimtarja e mirë. E dyta, banesa që ai banon, shtëpia është e madhe, e gjerë, e bollshme.
E treta ka thënë komshiu i mirë, dhe e katërta ka thënë mjeti i udhëtimit i rehatshëm. Shikoni tani rrezikshmërinë që ka nëse ne lëndojmë komshiun. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, të mos e lëndoj komshiun e tij. Dërsa një hadith tjetër ka thënë, dëgjojeni me vëmendje, nuk hyn në xhenet ai që komshiu i tij nuk është i sigurt prej tij. Subhanallah. Shihni çfarë rëndësie mbart, nderuar vëllezër dhe motra. Nuk është i sigurt dhe rehat prej tij. Ndërsa në një hadith tjetër na ka porositur pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam të ruhemi mallkimit të komshiut kur i kemi hyrë në hak. Mos ta çojmë veten që të na mallkoj komshiu kur i kemi bërë padrejtësi, e ti pranohet pra mallkimi. Ndërsa në një hadith tjetër thot pejgamberi i Zotit, dy kategoritë e para që do të japin llogari dhe do të nis gjyqi ditën e gjykimit janë dhe ato palët e komshinëve që kanë pasur probleme mes tyre. Ndërsa një njeri e pyet një herë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o i dërguari i Allahut, e pyeste se sahabët e pyesin pejgamberin e Zotit që të ishin sa më të qartë, të ishin sa më të kuptueshëm me fenë e Allahut, që të ishin sa më afër kënaqësisë Zotit, dhe i thot, o pejgamberi i Zotit, si ta kuptoj unë, a jam njeri i mirë apo jam njeri i keq? Si u përgjigj pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam? I tha, nëse komshinët e tu thonë që je njeri i mirë, dije se ti vërtet je njeri i mirë. Ama nëse thonë komshinët e tu që ti je i keq, njeri i keq, dije se ti je njeri i keq. Dërsa përsëri një njeri tjetër i thot pejgamberi i Zotit, o i dërguari i Allahut, filani apo filania fal shumë namaz nafile, agjeron shumë ditë vullnetarisht, agjeron nafile, por se i bën padrejtësi komshinëve me gjuhën e saj, me gjuhën e tij. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam tha, ajo do të hyjë në zjarr, Zot na ruaj. Pra fal namaz nafile, agjeron vullnetarisht nafile, por se i bën padrejtësi komshinëve. Pejgamberi i Zotit tha, ajo do të hyjë në zjarr, Zot na ruaj. Më pas, ai njeri i tha përsëri, o i dërguari i Allahut, filania, fisteku, fal vetëm namazet farze dhe kryen vetëm detyrimet fetare, obligative që i ka ndaj Allahut xhele xhelalu, dhe nuk ka vepra vullnetare kush e di. Por se nuk u bën padrejtësi komshinëve. Pejgamberi i Zotit tha, ajo do të hyjë në xhenet. A shihni dallimin nderuar vëllezër dhe motra, dhe ju motra që jeni lart. Pra e shihni dallimin. Nëse i bën padrejtësi komshinëve, falu sa të duash, pejgamberi i Zotit tha je në zjarr, Zot na ruaj. Ama nëse nuk falesh shumë, fal namazet obligative, ato që Allahu t'i ka bërë obligim, por se i respekton dhe nuk u bën padrejtësi komshinëve, do të jesh në xhenet. Prandaj unë Zotin e lut te kjo kategori të bëjmë pjesë. Ta dinë se gjunafi që bëhet ndaj komshiut është shumë fish, më i madh dhe më i rënd se sa gjunahu që i bëhet dikujt tjetër. Profeti sallallahu alajhi wasallam i ka pyetur sahabët. Dëgjojmë me vëmendje këto hadithe se janë sakta, të nderuar vëllezër dhe motra. I ka pyetur një ditë dhe i ka thënë, cili është gjykimi i zinas, i moralitetit, pra marrëdhënia pa kuror? Sahabët thanë, o i dërguari i Allahut, është haram, e ndaluar, e ka ndaluar Allahu dhe profeti i tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kryerja e zinas me 10 femra është më pak e rëndë se sa kryerja e zinas me gruan e komshiut. Zot na ruaj. Pastaj i pyeti përsëri shokët, pejgamberi i Zotit, cili është gjykimi i vjedhjes? Sahabët i thanë, haram, e ndaluar, e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam tha, vjedhja e 10 shtëpive është më pak e rëndë
se sa vjedhja e shtëpisë së komshiut. Pastaj tha pejgamberi i Zotit: "O gratë e muslimanëve, mos ja nënçmoni komshia komshies dhuratat që ju bën." Pra, merr komshiu një dhuratë e ti ja nënçmon. Këto janë shumë të rrezikshme nderuar vëllezër dhe motra, sepse detyra jonë është mbajtja e fëmijësisë së mirë, edhe nëse janë ata gjunafqar, edhe jo besimtar. Ashtu siç është detyrë kush lidhja farefisnore me kushurinë gjunafqar dhe jo besimtar. Sepse nuk lejohet ti bësh padrejësi apo të sillesh keq edhe me komshiun gjunafqar dhe me komshiun jo besimtar. Sepse kështu na mëson feja e dashur. Kështu na mëson më i miri krijesave Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të kemi kujdes se njeriu për një fjalë që e thot pa matur, pa menduar, mund ta shkatrojë veten e tij. Prandaj Zoti na bëf për atyre që ja japim hakun komshiut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. E themi këtë fjalë dhe kërkojmë falje për Allahut. Për ju dhe për mua, me të vërtetë Allahu është falës, i madh dhe mëshirues. Elhamdulillahi ala ihsani wa shukru lehu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderimet takojnë vetëm Allahut azza wa jall, i cili na nderoi që na bëri pjesë të kësaj feje madhështore. Falënderimet takojnë vetëm Allahut që është Zoti vetëm, s'ka tjetër përveç tij. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, të flasësh për hakun ndaj fëmijët do të na duaj kohë akoma më e gjatë, sepse aq hak të madh dhe aq të drejta ka fëmijë te ne, të nderuar vëllezër dhe motra. Sa pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, aq shumë më porosiste Xhibrili për komshiun. Pra imagjinoni, Xhibril alayhis salam, kryeëngjëlli dhe engjëlli i shpalljes, e porosiste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam aq shumë, sa thotë i dërguari i Zotit, aq shumë më porosiste Xhibrili për komshiun, sa mendova se komshiu do të bëhej trashëgimtar i pasurisë së njeriu mbas vdekjes, subhanallahu. Pra kështu e mendonte pejgamberi i Zotit dhe ja jepte rëndësinë. Prandaj s'dua të zgjatem shumë vëllezër dhe motra, por keni kujdes, jepini hakun fëmijët, mos hyni në hak, mos e bezdisni, respektojeni sa të mundni, mos e azini rrugën me makinë, mos u lumtoni të metat dhe të fshetat e tyre, mos shikoni nga dritarët e shtëpive të tyre, se vallahi do të merrni një barr shumë të rëndë. Prandaj s'dua të zgjatem shumë, elusë Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur, me cilësitë të përsosura absolute, na bëjnë për atyre të cilët ja hapin hakun fëmijët, e respektojmë ata, i ndihmojmë ata dhe bëhemi palë me ta kur ata kanë një hall dhe një nevojë. Elusim Allahun na drejtoj në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët Allahu xhelle xhelalu është i kënaqur, në rrugën e pejgamberëve, në rrugën e të parëve tanë të mirë, është ajo rrugë e cila inshallah na siguron xhenetin e amshushëm. Elusim Allahun ta ruaj vendin ton nga sherrret e mëdha që po i kanosen. Elusim Allahun mos bresin ndonjë dënim mbi ne, sepse politikanët tanë çka nuk po bëjnë dhe e vërtetuan dje me atë ligjin masakër që e bën, domethënë që i dhanë të drejta komunitetit LGBT, po Zoti e bëf hajër, por kjo nuk ndodh kurse si, domethënë, sepse ne jemi në këtë gjendje që jemi ne, dhe ashtu do t'i kemi dhe ata që kemi mbi kokë.
Prandaj Zotin e lutim mos e zbresi dëshkim mbi ne për çka bëjnë të pamoralshmit. Sepse pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë nëse nuk ke turp, atëherë bëj çfarë të duash. Zotin e lut përsëri mos zbresi dënim siç zbriti dënim popullit Lutit për këto gjëra që po mundohen t'i bëjnë sa dhe kërkojnë të drejta. Prandaj Allahun e lut të ndihmojë dhe vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë për hallet dhe problemet që po kalojnë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahar faghfir lana ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.